Rreth 150 motoristë shqiptar nga vende të ndryshme të Kosovës dhe Europës në kuadër të platformës Liria ka emër, po nisin marshimin drejt Hagës me motorcikleta me thirrjen e vetme, drejtësi për rishkrerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në Hagë. Motoristët nga Kosova këtë rrugtim drejt qytetit holandez vendosën ta nisin nga prekazi historik, duke bërë homazhe tek varret e familjes Jashari. Është një marsh simbolik që kem paralajmëruar, është një thirrje për drejtësi, qëllimi është që të mrim deri në Hagë, atje ta bëjmë një parakalim të karvonit motorista, mandej të vazhdojmë Bruksel ku kem përgatitur edhe një kërkesë që drejtësia të jetë transparente. Bashkëluftëtari Nasim Haradinaj tha se ky marsh simbolik është thirrje për drejtësi dhe kërkesë të një procesi gjyqësor që të përfundojë sa më shpejt dhe të jetë i drejtë. Do ta bëjmë këto vetëm një thirrje për drejtësi dhe ajo tjetra që është që sa më shpejt proceset të kryen drejt. Ne nuk duam as të ndikojmë në drejtësi, po duam të thëmë se kjo drejtësi nuk po monitorohet. Prandaj kjo le të jetë thirrje edhe për ndërkombëtar, por le të jetë thirrje edhe për njerëz të qeverisë dhe gjithë ata që mendojnë se drejtësia është ajo me vlera kryesore. Dhe nëse drejtësia është vlera kryesore, liderët tonë ose të gjithë shokët aty që në Hagë do ta kthejnë të pafajshëm. Dhe ajo është atë fitore për ne dhe fitore e më e madhe për Kosovën. Për të dalë në mbështetje i shkrerëve të UÇK-s që po gjykohen në Hagë, ish presidentit Hashim Thaçi, ish kryeparlamentarëve Kadri Veselit e Jakub Krasniqit dhe ish deputetit Recep Selimi, më 17 tetor në Tiranë do të mbahet protestë gjithkombëtare. Një tjetër protestë është mbajtur në Hagë më 14 shtator, një ditë para fillimit të gjykimit të dëshmitarit të parë të mbrojtjes, ish ndihmësekretarit amerikan të shtetit James Rubin. Protesta është mbajtur në afërsi të ndërtesës së gjykatës speciale ku morën pjesë rreth 10.000 shqiptarë nga e gjithë bota.